Osmani dhe vëllau i saj Nexhati ndezën atmosferën jashtë Kosovës, një ndenjë për të mbajtur mend. Këngëtarja e dashur e muzikës popullore Remzia Osmani, së bashku me vëllain e saj, këngëtarin e njohur Nexhat Osmani, kanë shkëlqyer në një ndenjë të veçantë të mbajtur jashtë kufive të Kosovës. Dysha energjike sollën një atmosferë të zjarrtë ku muzika, vallëzimi dhe emocioni ishin të pranishëm në çdo këngë. Të ftuarit u kënaqën pa mas, ndërsa Remzia me zërin e saj karakteristik dhe Nexhati me karizmën e tij bën që mbrëmja të kthehet në një festë të paharruar. Pamje dhe video që përçarkullojnë në rrjetet sociale dëshmojnë që kjo ndenjë ishte kaq e bukur dhe pozitivitet me gëzim të madh. Remzia dhe Nexhati përveç se vëllezër e motër, dëshmuan edhe një herë që janë një duo e pandalshme, muzikore, gjithmonë e gatshme për të ndezur skenën, kudo që shkojnë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.